harta që është e kuqe më e hapur, kështu po mendoj, më e zbet, përfshin zonën mbrojtëse, kufirin e perimetrit të këtij ansambli të aseteve. Po shihet një hartë që është dhe ajo mesi harta ku po dominon ngjyra e kuqe e ndezët, është bërthama e qendrës historike, që në këtë rast kisha dashur m'ju tregu ndoshta që e përfshin pjesën te Muzeu Kombëtar, Xhamia Fati Xhamia dhe asetet që janë më shumë të fokusuara në qatë pjesë është bërthama e vjetër e qytetit të Prishtinës, njëkohësisht përfshihet edhe rruga Model. Ndërsa harta që është e kuqe më e hapur, kështu po mendoj, më e zbet, përfshin zonën mbrojtëse, kufirin e perimetrit të këtij ansambli të aseteve. Do të thotë brenda zonës të kuqe të ndezët është një numër i monumenteve. Cilat janë ato? Që e krijojnë një ansambël. Cilat monumente janë aty? Unë e mëj tash me fillu me ti... Disa? Ka monumente shumë, do të thotë janë është Muzeu i Kosovës, është Xhamia e Jasharpashës, është Xhamia e Mbretit, Hamami i qytetit, Xhamia e Madhe, Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, ndërtesa e institutit ku vepron instituti sot, këto janë krejt në një perimetër të vet. Po shkojmë te ngjyra e kuqe e padhest. E padhest. Më the për publikun pak. Kështu që për shkak se po du me të pyet, a është në qatë vend sheshi Gjergj Bosh? Po du me dalë te sheshi Gjergj Bosh. A është qaty? Po. Pse është, veç shpjegona në qëtë zonë ku është sheshi Gjergj Bosh, çka është e mbrojtur, qysh është e mbrojtur? Edhe çka do me thonë, te sheshi Gjergj Bosh çka është dallimi mes pjesës vjetër qytetit të xhamit kundrejt sheshi Gjergj Bosh. Tash do me thonë te xhamit janë karakteristik ndërtesat e një periudhe më të vjetër në këtë rast. Ndërsa te sheshi Gjergj Bosh kemi ndërtesa arkitekturore me vlera që janë pjesë e listës trashëgimisë kulturore, po ashtu të periudhave pak më vanshme, se sa ato mbërthamën e qytetit, cilat muna dhe tash A janë i të kategorisë njëjtë, po më intereson a janë të përkohshme të mbrojtura atë përhershme që to të Gjergj Boshit? Momentin që një aset, një ndërtesë arkitekturore merr statusin e mbrojtjes ligjore, ajo i nështrohet regjimit njëjtë, qoftë mbrojtje e përkohshme, qoftë mbrojtje e përhershme. Cilat janë kufizimet e atyre ndërtesave? Çka nuk kupton me qenë mbrojtur? Çka nuk kupton me qenë mbrojtur, do me thonë duhesh m'ja mendu gjithmonë integritetin në hapësirë, mos me cenu ndërtesën që ka status të mbrojtjes. Dhe duhet të hartohet një politikë zhvillimore, një politikë e konservimit për zhvillim të asaj zone. Kush e ndërton që të politikë zhvillimore të asaj zone? Politika zhvillimore, politikat e konservimit dhe zhvillimit në zonat mbrojtëse hartohen mas që përcaktohet perimetri edhe kufiri i zonës mbrojtëse. Kalohen këto dy faza dhe hartohen politikat. A i keni caktuar ju zonat mbrojtëse? Sepse keni këtë hartë, a është që kjo caktimi? Po, kjo është harta e qendrës historike të Prishtinës, do me thonë është e përcaktuar dhe ka status mbrojtjes prej vitit 2020.